Urimi më i bukur për ditën e verës na e ka dhënë moderatorja bukuroshe Kiara Tito me bebushen e saj të adhurueshme Luna Mari. Ajo ka publikuar një foto të jetë të ëmbël ku sigurisht njerëzit nuk kanë mundur se si mos të mbushen me shumë dashuri dhe pozitivitet. E vogla e familjes Elli, e cila feston edhe ditën e verës të parë në jetën e saj, ka rrëmbyer zemrat e të gjithë ndjekësve me një paraqitje engjëllore. Moderatorja e ëmbël Kiara Tito ka ndarë një foto të vogëlushes në profilin e saj Instagram, ku Luna shfaqet e veshur me një fustan të mrekullueshëm në nuanca blu dhe me një kuror lulesh në kokë, duke treguar gëzimin dhe freskinë e kësaj feste tradicionale shqiptare. Me një buzëqeshje të ëmbël dhe sy plot dritë, Luna ka sjellë gëzim në rrjetet sociale dhe në të gjitha mediat, të cilat janë mbushur me lajme për vogëlushen e adhurueshme. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e saj kanë reaguar menjëherë duke vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe kundrejt bebushes Luna Mari, e cila ka zbukuruar edhe më shumë festën e ditës së verës. E bukura, vogëlushja Luna po rritet në vëmendjen e publikut shqiptar, duke u bërë gjithnjë e më e adhuruar nga fansat e prindërve të saj. Kjo dalje e saj festive ka sjellë një dozë të madhe ëmbëlsie dhe hareje në këtë ditë të veçantë për të gjithë shqiptarët. Kjo foto që moderatorja bukuroshe Kiara Tito ka publikuar duket se ka marrë vëmendjen e të gjithëve dhe po qarkullon kudo me një shpejtësi marramendëse. Kushdo që e ka parë nuk ka mundur të mos reagojë dhe të mos e komentoj këtë foto kaq të bukur dhe kaq të adhurueshme. Luna Mari është pikërisht ajo lulja e bukur që i duhej kësaj dite të bukur verore. E vogla e familjes Elli sërish është bërë qendra e vëmendjes dhe sërish ka rrëmbyer zemrat e të gjithë shqiptarëve që u janë shkrirë zemrat dhe shpirti. Vetëm buzëqeshja e saj ka përcjell pafund dashuri dhe gëzim. Kjo ditë e verës duket se ka sjell edhe më shumë gëzim dhe lumturi tek të gjithë njerëzit, por më së shumti nga vogëlushja e adhurueshme Luna Mari Elli, e cila si për herë ka treguar se sa shumë mirësi përcjell me buzëqeshjen e saj të çmuar.